Vetë Korporata Energjetike e Kosovës, a ka ndonjë informat shtesë nga ju që e keni marrë vesh? Të paktën nuk kemi marrë ndonjë informatë zyrtare shtesë, Inspektorati i Punës nuk ka dalë me ndonjë deklarat, po ashtu përveç siç jeni informuar edhe ju nga deklarata e Kekut, nuk është që kemi marrë ndonjë informatë shtesë, siç thash, aludohet në rast, po përderisa nuk kemi ndonjë informatë zyrtare, nuk bën mirë të aludohet. E mira është që ky rast duhet të hetohet deri në fund. Dhe në këtë pjesë, në moment që merren vesh shkaktarët e vdekjes, unë besoj që duhet të shkohet sidomos gjykata duhet të ndërmarrë hapa që të siguroj kompenzim të duhur për familjen, ashtu që sepse ka raste kur këto lanë zvarriten tej masa dhe kompenzimet janë në shumë po besoj qasharake. Në rastin konkret, kush do të marrë përgjegjësi? Siç thash, në rastin konkret nuk është që i dim detajet.